Nderuar vëllezër besimtar të dinit islam, sot në këtë ligjërat do të flasim në lidhje me një temë që e kemi mbajtur para disa kosh, por që është vazhdimi i asaj. Folëm që paraja nuk blen gjithçka. Çka është paraja? Allahu fuqiplot, i madhi Zot e ka bërë të mundur që jetën njerëzore ta vazhdojmë në tokë nëpërmes paras. Sepse e bërë në atë formë njeriu që të hajë, të pijë, të veshët, të mbathet. Dhe asnjëra për këtë nuk vjen po që se ti nuk e para, pra e mvari nga paraja. Por vallë kjo para, që një pjesë stakfirullah, po e bëjnë si Zot, po e adhurojnë paran në vend Zotit, hasha wa kella. S'pyetën për xhami, po vetëm si mundet të fitoj para sa më shumë, sa më tepër, pa marrë parasysh nëse e fiton atë me djesën e ballit me halallok apo me haram. Edhe tema trajton pikërisht këtë vallë që aq shumë jemi vërsul pas dunjaje, pas dunjallëkut, a thu paraja i blen çdo gjë? A mundet vallë që njeriu të blej prindër apo fëmijë me para? Jo, kur. Miliarda me dhënë. Janë gjëra që s'blen me para. Fëmin mund të adaptosh ti, por kur nuk mund të bëhet e vladi jot. Kur nuk je ti prindi ja ati fëmijë që ti e ka adaptu. A mundet një i vdekur të blej jetë me para? Miliarda, triliarda, biliarda lek, apo euro, apo dollar, apo pound, apo çfarë do lloj lekë që ekzistojë sot në botë, me i dhanë krejt dunjan nuk mund të blej jetë. A mundet një i verbër të blej shikim? Jo. Thjesht mund të vendosë talente provizore, sa me sjell pak shikimin, ama kur shikimin që të ka dhënë Allahu dhul xhelal nuk mund ta blejsh. A mundet që një Mehmet të blej fjalë? Jo, absolutisht. Nuk mundet të blihen fjalët me para. Dhe ati që ka dhënë Allahu xhaleshanu gojë që flet, domethënë i ka dhënë një pasuri shumë të madhe. A mundet një shurt të blej tinguj kurrë në kurrës? Një shurt nuk ngjon asnjë lloj fjale që ti i flet. Përveç tani kanë nxjerrë sa aparatura, me lan ata të shtëpia, e shkon me një sebeb, se ngjon fare çdo të thotë. Pra ai ato tinguj që ti ka dhënë Allah nëpërmes dëgjimit tënd, ajo është gjithçka. A mundet një invalid apo një i paralizuar të blej të ecurën? Kur jo, miliarda me dhanë, ai ngelet nga rrugë. Vëllezër të nderuar, me para mund të blejmë shumë gjëra, por jo gjithçka. Gjërat kryesore që na duhen në jetë, Allah na i dha falas, pa para dhe kur nuk mund të blejmë të dhuntit madhit Zot, nuk mund t'i blejmë me dhanë biliarda, triliarda, si që thash edhe. Falenderojmë Allahun fuqiplot që gjërat më me vlerë ne i dhuroj falas. Ndaj ti qoftë falënderimi, ndaj ti qoftë adhurimi, ndaj ti qoftë përkushtimi, sepse çdo gjë që na e dha, pra që në këtë gjëra që paraja nuk i blen dot kur. Një burr i vjetër shkon një herë një kohë në spital dhe në momentin që doli nga spital privat me shumë kosto të lartë dhe i japin faturën e oksigjenit që kishte harxhuar në spital, fillon qaj dhe mjekët ngelen të befasuar me mendimin se s'pas ka para ki plak i vjetër të paguaj oksigjenin që ka marrë në spital. Tha, nëse nuk ke para, ose po e bëjmë një apel në televizor të të ndihmojnë, apo të flasim me drejtorin e spitalit, apo diçka të bëjmë. Tha, jo, tha. Falë Zotit kam para. Kam fëmijë halal, më ka dhënë i madh Zot dhe nuk vuaj për para. Po pse qan atëherë? Tha, qaj bër doktor, tha se. Pak më ke dhënë ajër ti oksigjen nëpërmes tubave. E në ma bërë këtë faturën, sa s'ka. Për sa ditë, për sa kam rrinë një javë në spital, e po e paguaj me qimet të kokës, si më bane me thith pak oksigjen. Allah më ka dhënë oksigjen non-stop, ku kam linë prej nane, e deri sot, e 5 lek nuk mi ka kërku Allahu dhul xhelal.
Pra dhunti që të jepi madhi Zot, elhamdulillah që jemi mirëshnosh, nuk mund të blihen me para. Paraja të blen shtëpinë, por jo rehatin. Shumë njerëz jetojnë në vila luksoze, vila marramendëse, por të rehatshëm në atë vilë nuk janë. Rrinë me bodyguard të dera, me bodyguard të këporta, sepse nuk janë sigurt në vilën e tyre, në shtëpinë e tyre. Paraja të blen shtratin, por jo gjumin. Sa njerëz flenë në pupla, në tendat bukura, por nuk ka në gjumë, i zemën gjesi pa mbyllësi. Pra paraja të blen shtratin luksos, por jo gjumin. Paraja të blen sahatin, por jo kohën. Paraja të blen librin, por jo dijen. Mund të kesh një thes me libra, një raft me libra aty përpara, edhe fare nuk i hap, edhe nuk i shfrytëzon ato, dhe nuk blen dijen. Paraja të blen ushqimin, por jo oreksin. Sa njerëz kanë miliarda para për arkat të tyre, në për bankat të tyre, edhe Allahu ju ka ndalë oreksin. Pra nuk të blen oreksin paraja. Paraja të blen çdo gjë, të blen makinën, por jo zanatin, se me thonë patentën këtu në Shqipëri përveç këtë botës, në këtë botën paraja sa blen patentën, por truri. Qëse i jafë me marë patentën, ta jep e zotënia. Ai inspektori atje. Përveç në Shqipëri e parë, vetëm Shqipëri ta blen paraja patentën, ama nuk blen zanatin. Kur nuk mund të bash shofer, nëse patentën ti e ke bler. Ama zanatin e shoferllëkut nuk ta jep paraja. Paraja të blen ilaçin, por jo shërimin. Sa njerëz shkojnë dhe marrin ilaçe dhe nuk shërohen. Nuk i ban dobi ilaçin, ndrot doktori këtë ilaç, ndrot tjetrin, duke bë prova tek trupi i njeriu, edhe fund Allahu e merr. Paraja të blen shkollimin, po jo njerëzillëkun. Mund shkollosh, mund mbarosh 2 fakultete, 3 fakultete, njeri nuk je. Nuk blihet njerëzillëku me para. Askush pra nuk mund të blej jetën, siç e thash tek një pikë këtu për ta përmbyll, sepse jeta, siç thash edhe në fillim, miliardë me dhënë, me pas saktu Allahu më të marr, jepja miliardat e biliardat doktorëve paltojat në tavolinën e tyre të doktorit, nuk mund ta blesh jetën me para. Vdesin të smurët shëndetshëm. Po mirë për huq, po qesh në shëmirë bre pa është djevën atje, pim kafe me të, shtë shëmirë. Ku mora veç sot ndrojet, nuk merë Allahu vetëm të smurët. Jetë duke hesë të ndalet të bie automati sa të dalish atim aton. Të bie. Duke qenë krejtësisht të shëndetshëm. Vdesin të rinjët edhe të vjetër. Po ishte i ri i përhoq, po i ri, po donë Allahu dhe të ri. Të pasur edhe të varfër, po ishte miliarder për filani, po kretë miliarder lëkun, i laktuhu, asë një qindark, asë një cent nuk e mori me vetën botën e pasur. Të blen po shtetin, por jo thjeshtësin. Vdesin edhe pushtetar edhe njerëz thjesht. Të mirët këqi, inteligent edhe ignorant. Ata që duan dhe ata që urrehen. Pra gjithë njerëzit i rrëmben një dukurit që neve njohim me emrin vdekje. Nuk ka njeri si përfaqen e tokës që të mos i nënshtërohet kësaj dukurie që është vdekja. E vetmja që na mbetet ne të bëjmë është t'i thirrim mendjes, të pendohemi tek i madhi Zot, t'i kthehemi jetës me iman, ta braktisim jetën e shfrenuar, që do të na humbisë këtë jetë dhe botën tjetër. Dhe nuk ka gjë në dunja nga ato më të rëndësishme që Allah i ka falë, që mund t'i blej para. Dhuntitë të madhit Zot qekën të pa limituara, të pa kufizuara dhe të pa çmuara me para. Prandaj t'ja dim Allahu dhul xhelal për çdo begati që ne ka dhënë. Allahu na mëson që këtë para që neve na nevojitet me domosdo për bler këto gjërat kalimtare që na duhen për jetë, ushqime, veshëmbadhje, këto gjëra që i tham, por Allahu dhul xhelal na bëft në atë grad, siç e lusin shumë njerëz të mençur, o Zot, mos na jep shumë me në azdis, se paraja edhe azdis ka njeriu, edhe mos na jep pak me në horladis. Me përfundu fukara, dhe me shku me ishtri dorë një namerti, një njeriu që është koprac i te iskajshëm,
dhe njëri që nuk mendon se ka të varfër. Zoti më na qas poshtë ja Rabbil Alamin, deri në atë grad sa shkojmë të tërkasim pra tek dera e kopracit në qesit, por dhe Allahu mos na dha shumë mena azdis, sepse shumicën e njerëzve në dunja kur i ka ardhur azdisllëku, edhe ka harru Allah, ka harru familje, ka harru shoqëri, ka harru miqësi, ka harru çdo gjë. Pse? Sepse u dej nga suksesi i tepërt i dhënies së parave. Zoti na mbajt gjithmonë inshallah në mesatarë ja Rabbil Alamin. Allahu na bëft njerëz, sepse siç thash një ndër ato që nuk e blej të paraja ishte njerëzillëku.